Bëhet domethën. Po mirë, ja, fushat, lëvizje, takime. Do e bësh tërmet Vlorën apo jo? Po, ai kam qef që të bëhet fitoria dure dhe ta them në një atë fjalë tërmetse. Aty ka lezetin. Si shkon andaj puna? Mirë, përgjithshme mirë. Takime, intensitet. Njerëzit kuptohet, kanë interes në fushatën goxha, ka dhe problematika. Këto janë fushatat. E përgjithshme mirë. E qetë, e rëndësishme që ka pas fushat qetë, nuk ka probleme, nuk ka pretendime nga asnjë parti për... Po çfarë pretendime? Jo, domethënë është një fushat përgjithsisht e qetë. Leskua ç'bën Leskua? Po mirë, bëj ato punën e tij, secili bën punën e tij me elektoratin e tij. Po ky ka ardhur, ky kthej këto ditë Presidenti. Presidenti i futbollit ka ardhur. Presidenti vjen se presidenti atë punë ka. Vjen i maskuar, ka edhe mënyrën e tij. Po çi ka? Po nuk del në tribun, po punon mbrapa dyreve, si thotë. Me ofëlën apo kapset kapësh, ku të dalë? Kur hyn në strikë çdo gjë. Azat. Se i këtu si më ka humbur të ruan, këshef nga. Po mirë, nuk që përfaqësim zgorë. Nuk e gjithë veta. Po me komunitetin qam mirë, po ecin kontaktet gjitha mirë? Po pa tjetër, ecin me presin atë lëvizjen tonë që e që shumë që mirë që përseja nëse në gjithë ka zërë një kandidatur qame që është tamam të rejtja fitores, me të reakcija fitores dhe ata nuk e shans të përfaqësim. Jo kanë edhe tu qame, po goxha grua që është hajde hajde të kavim në një... Fate Vela i vom nga Nina që bën, vazhdon fushatën dhe i? Fate Vela i vazhdon mbështet Partinë Socialiste, përfërës në çdo takim, të gjithë deputetët janë shumë aktive dhe mbështetës ish deputetët ose temi deputetës që akoma janë mbështetës për fushatën dhe që nga si problem të publikim. Kjo është gjemje, është një frime një të Partia Socialiste. Okej, bukuri, unë po iki për kosh, po ti e di tani, nga Vlora s'mi këtë mëndja, më shfut dhe durë si fort tani në kokë, po Vlorën e kam parë, me ti ti. Si Vlorën, një të skelarje, një të skele, që në thonë ka, të shkoj jama, të dhe kemi. Nga skele e punoj, e nga truhe loje. Mirë, hajde, forca ta bëjmë një tërmet ati, hajde.